Si e shoh mas pari, dekretin e presidentës nuk prodhon asnjë efekt juridik. U gut presidentja apo se du mi thona dyshoni të vendimi i gjykatës, se ju keni pas gjithëherë opozita qëndrim koherent me gjykatën, dhe vendosa dikur e sulmon të. Si e komenton vendimin e gjykatës mas pari? Ajo që duhet krijohet si normë dhe kulturë politike në Kosovë është që instanca më e lartë juridike vendit tonë, këtë rast gjykata kushtetuese, kur të merr një vendim të caktuar, ai duhet të respektohet. Ama po njëri njëjtë vendohet për këtyre vendimeve pa parashikime. Në fakt, jo mësuese po këtë që po shkojnë as zgjedhje. Mos më thuj. Vaj, për bes, duhet me lexu pak vendimin e gjykatës kushtetuese se sa po doli, mirë po rrethonat po tregojnë që është një afat shtesë kohor, mirë po duhet me lexu vendimin krejt me pas. Si të vendimin Elvir se shohim vendimin edhe 63 në shkrimin konsumu, po e shohim pak vendimin, për edhe ndoshta më mirë pak për Gjykata Kushtetuese e Republikës Kosovës në 25 mars 2026 ka vendosur për kërkesën e bashkuar në rast K772 të parashtruar nga Kryeministri i Republikës Kosovës zoti Albin Kurti në emër të Qeverisë së Republikës Kosovës, të parashtruar nga zona Erbia Nagavci dhe 30 deputetëve të tjerë të Kuvendit të Republikës Kosovës, bazuar në autorizimin e përcaktuar me paragrafin 2 të nenit jurisdiksionit të Kushtetutës Republikës Kosovës nëpërmjet të së cilës është kërkuar vlerësimi i kushtetshmërisë nëse gjykata një zëri vendos të deklaroj kërkesën e pranueshme. Konstatoj që dekreti i 6 mars 2026 i Presidentit të Republikës Kosovës nuk prodhon asnjë efekt juridik. Konstatoj që deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës nga dita e hyrjes në fuqi të aktgjykimit kanë 34 ditë për të përfunduar procedurën e zgjedhjes së Republikës Kosovës. Që në rast të Kuvendit dështon zgjedhjet e presidentit brenda periudhës së përcaktuar në pikën 3 të dispozitit të këtij aktgjykimi, bazuar në paragrafin 3 të paragrafit, Kushtetuesi i Republikës Kosovës Kuvendi shpërndahet dhe përpasoj zgjedhjet e parakohshme për Kuvendit duhet zhvillohen brenda 45 ditësh, ashtu siç e përcakton paragrafi 2 i nenit. Të konstatoj që vendimi i gjykatës për vendosjen e masës së përkohshme i 9 marsit 2026 fuqizohet me hyrjen në fuqi të këtij aktgjykimi. Domthonë prej sotit hyn në fuqi aktgjykimi. Si e shoh mas pari, dekretin e presidentës nuk prodhon asnjë efekt juridik. U gut presidentja apo se du mi thona dyshoni të vendimi i gjykatës, se ju keni pas gjithëherë opozita qëndrim koherent me gjykatën, dhe vendosa dikur e sulmon të. Si e komenton vendimin e gjykatës mas pari? Ajo që duhet krijohet si normë dhe kulturë politike në Kosovë është që instanca më e lartë juridike vendit tonë, këtë rast gjykata kushtetuese, kur të merr një vendim të caktuar, ai duhet të respektohet. Aleanca për Arminë e Kosovës ka pas gjatë viteve kontestime, kem dërgu rasti vitit 2014, siç e dini do të thotë ka qenë kundër nesh, në rastin vitin 2020, kur kemi qenë me qeverinë Hoti, po ashtu, gjithmonë i kemi respektuar. Pra kur flasim për këtë temë, mendoj që është kulturë, normë juridike, që një vendim i gjykatës kushtetuese nuk është subjekt i diskutimit të partive politike, po është vendim i cili duhet respektohet dhe rrjedhimisht t'i prodhojë efektet e veta. Cilat janë efektet? Tash po elaborojmë një nga një. Dekreti. Dekreti po thotë nuk ka prodhu efekte juridike, është një gjuhë bukur e butë e gjykatës kushtetuese që e kundërshton këtë. Ne kem thonë dhe vazhdojmë të mendojmë se në 86.2 është ka qenë bukur i qartë, po tash kjo nuk ka asnjë vlerë mo, ky diskutim. Nuk e diskutoni si ako vendimin e gjykatës të pranueshëm dhe respektoni. Nuk ka asnjë arsye pse na duhet tash ta trajtojmë këtë temë, këtë vendim prej perspektivës a mirë, a keq, a bardh, a zi. Domthonë kjo ka përfundu me ditë sotit me këtë vendim. Çka duhet të diskutojmë? Janë dy momente të rëndësishme. Momenti i parë është 34 ditëshi, i cili se shumë qytetarë tash na dëgjojnë neve dhe thonë ka herë ky 34 ditësh, qoftë se shkoni te neni